Pavarësisht se koha nuk premton shumë, Vlora edhe këtë fundjavë, me sa duket nuk e ka humbur as pak gjallërinë. Temperaturat janë më të ulta dhe nuk të ngjasojnë as pak me një ditë e zakonshme të sezonit veror, pasi kështu mund ta cilësojmë këtë periudhë, por kjo gjë sigurisht nuk i ka stepur as pak qytetarët e Vlorës të dynden Bregdetit. Qytetarë këta të cilët i janë drejtuar Bregdetit si të vetmen mundësi reale të mrekullueshme që Vlora ofron. Drejt Bregdetit dhe detit të Vlorës nuk janë dyndur vetëm vlonjatët, por edhe pushues të mbërritur nga qytetet të ndryshme të vendit, ku nuk kanë munguar sigurisht as turistë huaj, kryesisht nga Europa lindore. Prezent në qytet dhe grupe me nxënës të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të vendit, të cilët vinë drejt Vlorës në ekskursione për të kaluar një ditë ndryshe. Pjesa më e madhe e qytetarëve, pushuesve vendas dhe atyre të huaj, e shfrytëzojnë Bregdetin për një shëtitje, ndërsa shumë të tjerë nuk harrojnë të kujdesen për shëndetin, duke kryer aktivitete fizike, si ecje, vrap apo lojra sportive, për të mbajtur trupin në formë dhe për të qenë më tepër aktiv. Këtë fundjavë, shumë prej qytetarëve e shfrytëzojnë edhe për plazh, për t'u larë në det, pavarësisht se ujërat janë ende të ftohtë dhe temperaturat nuk premtojnë shumë. Shëtitjet nga Bregdeti kanë qenë fokusi kryesor thuajse të gjithë atyre të cilët zgjedhin Vlorën, jo vetëm për shëtitje, ecje apo aktivitete fizike, por shumë të tjerë e kanë shfrytëzuar Bregdetin për të konsumuar një kafe në bar kafet e zonës, ndërsa në mesditë edhe për drek. Si zakonisht, këto subjekte kanë qenë totalisht të mbushura nga klientë të shumtë. Fluksi i lartë i të gjithë atyre që qarkullojnë në qytet me automjet ka bërë që në Vlorë qarkullimi i makinave të jetë tepër i ngadalt dhe i rënduar njëkohësisht, teksa në orare kryesisht të pikut, në ato segmente rrugore të frekuentuara, është konstatuar dhe trafiki i automjeteve, me 10 makina që kanë pritur në radhë, derisa qarkullimi rrugor të lirohet dhe mund të qarkullojnë lirshëm.